Kuptova që ju kam bërë shumë Temu hauls dhe nuk kam bërë Temu haulin më të rëndësishëm. Gjërat që unë realisht i kam në shtëpi që i kam marrë nga Temu dhe i kam në përdorim. Jo thjesht gjëra që unë i nxjerr nga pakot kur sapo i kam bler. Kështu që vazhdojmë. Kjo varsja këtu, kjo domethënë, është bler në Temu. Që unë e mbaj varë këtu mbrapa derës të dhomës edhe vendos këto këmishat ose në dimër zakonisht vendos pardesyt këto gjërat e gjata. Kjo që është kapse për perden, është bler gjithashtu në Temu dhe e kam nxjerrë tek një nga hallet kur sa e kisha bler dhe bëra atë shpaketimin. Vendi ku unë kam më shumë gjëra në përdorim nga Temu është tualeti. Kjo varsja e peshqirit është marrë në Temu dhe këto nuk i ka me shpim në mur, por i ka thjesht me ngjitje. Me atë ngjitsin e dy anshëm edhe u bë shumë muaj që e kam vendosur tani, ndoshta që nga nëntori dhe nuk më ka lëvizur kurrë. Tjetër, kjo. Edhe kjo është me ngjitës. Unë nuk doja t'i shpoja pllakat në tualet, kështu që i marrë të gjitha me ngjitës të dy anshëm në Temu. Kjo gjithashtu është marrë në Temu me kapje të dy anshme. Kjo mbajtësja e krërave. Këto ikin që kështu, sepse nuk janë të gjata mjaftueshëm që të kapin këtu poshtë, si ky. Është marrë gjithashtu në Temu. Edhe ky kreri i shëmtuar që unë e përdor për sleep bags, është marrë në Temu. Këto që unë i vendos tek kyçet kur laj make-upin që mos të më shkoj ujë deri tek bryli dhe tek shpatulla, i kam marrë në Temu, kam marrë 2 pako si këto. Nuk mendoj që kam harruar ndonjë gjë. Kështu që këto ishin gjërat që realisht unë i kam vendosur në praktik nga blerjet në Temu. Dhe më kanë rezultuar shumë të mira. Nëse më kujtohet ndonjë gjë tjetër, do bëj video tjetër. Paçim!